Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Dy tërmetet e fuqishme që goditen Venezuelën kanë shkaktuar shkatërrime katastrofike dhe, sipas vlerësimeve paraprake, numri i viktimave mund të kalojë 10.000. Sipas ekspertëve, shkaku kryesor i dëmeve të mëdha ishte fakti se tërmetet ndodhen shumë pranë sipërfaqes së tokës dhe u pasuan nga njëra tjetra brenda pak sekondash. Venezuela po përballet me një nga fatkeqësitë më të rënda natyrore të viteve të fundit, pasi dy tërmetet e fuqishme që goditën vendin shkaktuan shkatërrime masive në Caracas dhe zonat përreth. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, numri i viktimave pritet të arrijë në mijëra, ndërsa ekziston një probabilitet i konsiderueshëm që bilanci përfundimtar të kalojë edhe 10.000 të vdekur. Eksperti i sismiologjisë, Mark Allen, drejtues i Departamentit të Shkencave të Tokës në Universitetin Durham, shpjegon se një nga arsyet kryesore të katastrofës ishte thellësia shumë e vogël e tërmeteve. Sipas tij, kur një tërmet ndodh pranë sipërfaqes së tokës, valët sismike humbasin shumë pak energji gjatë rrugës dhe godasin me forcë shumë të madhe zonat e banuara. Kjo bën që ndërtesat dhe infrastruktura të pësojnë dëme shumë të rënda sesa në rastet kur epiqendra ndodhet më thellë. Allen thekson gjithashtu se tërmeti i parë çliroi një sasi të madhe energjie dhe vetëm rreth 40 sekonda më vonë aktivizohej një çarje tjetër gjeologjike aty pranë, duke shkaktuar një goditje të dytë shkatërruese. Ekspertët paralajmërojnë se pas goditjet do të vazhdojnë për javë, madje edhe muaj, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rrënojave në përpjekje për të gjetur të mbijetuar. Komuniteti ndërkombëtar ka nisur një operacion të gjërndime për Venezuelën pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën zonën pranë Caracasit dhe lanë qindra viktima mijëra të pastre dhe dëme të mëdha materiale. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se vendi do të ketë nevojë për një mobilizim ndërkombëtar në shkallë të gjerë për të përballur katastrofën. Ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet mes rrënojave në Venezuelë, ndihma ndërkombëtare ka nisur të mbërrijë nga vende të ndryshme të botës. Dy tërmetet e fuqishme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 që goditën zonën rreth 160 km në perëndim të Caracasit, shkaktuan qindra viktima, dëmtuan mijëra ndërtesa dhe lanë pastre një numër të madh banorësh. Vende si El Salvadori, Republika Dominikane, Panamaja, Kili dhe Meksika kanë dërguar ose kanë nisur përgatitjet për të dërguar ekipe shpëtimi, personel mjekësor dhe ndihmë humanitare për zonat e prekura. Edhe Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar mbështetje për Venezuelën. Presidenti Donald Trump deklaroi se SBA është e gatshme, e aftë dhe e vendosur të ndihmojë, ndërsa administrata amerikane lehtësoi përkohësisht sanksionet për të mundësuar dërgimin e ndihmave humanitare. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio bëri të ditur se Washingtoni do të dërgojë ekipe shpëtimi, ndërsa Pentagoni do të ndihmojë me logjistikën dhe rikthimin në funksion të aeroportit të dëmtuar të Caracasit. Ndërkohë, shefi i ndihmës humanitare në OKB, Tom Fletcher, deklaroi se organizata po koordinon operacionet ndërkombëtare të shpëtimit dhe se situata kërkon një përpjekje masive kolektive. Sipas Kombeve të Bashkuara, edhe përpara tërmetit, rreth 8 milion venezuelas kishin nevojë për ndihmë humanitare. Katastrofa e fundit pritet të rëndojë edhe më tej krizën, ndërsa autoritetet dhe organizatat ndërkombëtare po përpiqen të sigurojnë ushqime, ujë, strehim dhe ndihmë mjekësore për të mbijetuarit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se vendet e Gjirit Persik kundërshtojnë unanimisht çdo përpjekje të Iranit për të vendosur tarifa në ngushticën e Hormuzit. Ai paralajmëroi gjithashtu se Irani përbën një kërcënim serioz edhe për Evropën dhe kritikoi aleatët që sipas tij nuk mbështeten mjaftueshëm veprimet e SBA-s gjatë konfliktit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio përfundoi turin e tij në linjën e mesme me një mesazh të qartë për Iranin dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara. Gjatë takimit me ministrat e jashtëm të vendeve arabe të Gjirit në Bahrein, Rubio deklaroi se nuk ekziston asnjë mbështetje mes vendeve të rajonit për vendosjen e tarifave apo pagesave për kalimin në ngushticën e Hormuzit. Ai theksoi se presidenti Donald Trump e ka bërë të qartë se një skenar i tillë nuk do të pranohet dhe nuk do të jetë pjesë e marrëveshjes përfundimtare me Iranin. Rubio u shpreh se Shtetet e Bashkuara synojnë një paqe afatgjatë me Iranin, por pa cënuar sigurinë e aleatëve të tyre në Gjirin Persik, të cilët u përballen me sulme iraniane gjatë konfliktit të muajve të fundit.
Kryediplomati amerikan paralajmëroi gjithashtu se Irani disponon raketa të afta të godasin territorin evropian dhe tha se presidenti Trump është i zhgënjur nga disa aleat që ndonë se deklarojnë se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore, nuk kanë mbështetur plotësisht përpjekjet amerikane për ta frenuar. Sipas Rubios, nëse aleatët nuk lejojnë përdorimin e bazave ushtarake amerikane në territorin e tyre në raste krizash, atëherë vihet në pikpyetje vetë funksionimi i aleancës së NATO-s. Vizita treditore e Rubios në vendet e gjirit ishte misioni i parë i nivelit të lartë diplomatik pas marrëveshjes së përkohshme të arritur javën e kaluar mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, e cila synon t'i jap fund konfliktit dhe të hapë rrugën për një marrëveshje të qëndrueshme. Operacionet e OKB-s për shoqërimin e anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit janë pezulluar, pasi një anije mallrash me flamur të Singaporit u godit pranë brigjeve të Omanit. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin për sulmin, ndërsa Teherani paralajmëron se anijet që lëvizin jashtë korridoreve të miratuara prej tij nuk mund të kenë garanci për kalim të sigurt. Tensionet në ngushticën e Hormuzit janë rikthyer sërish, duke ngritur pikpyetje mbi qëndrueshmërinë e marrëveshjes së përkohshme mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Organizata ndërkombëtare detare e Kombeve të Bashkuara njoftoi pezullimin e operacioneve të saj për shoqërimin e anijeve tregtare, pasi një anije mallrash me flamur të Singaporit u godit pranë brigjeve të Omanit. Sulmi ndodhi vetëm disa orë pasi autoritetet iraniane paralajmëruan se anijet që nuk respektojnë korridoret detare të përcaktuara nga Teherani nuk do të kenë garanci për kalim të sigurt. Dy zyrtarë amerikan i thanë agjencisë Reuters se pas sulmit qëndron Irani. Sipas burimeve të sigurisë, anija ka shumë gjasa të jetë goditur nga një dron. Nga ana tjetër, Teherani nuk mori përgjegjësinë për incidentin, por deklaroi se vetëm mjetet lëndruese që ndjekin rrugët e miratuara prej tij mund të konsiderohen të sigurta. Pavarësisht sulmit, transporti i naftës përmes ngushticës së Hormuzit është rritur ndjeshëm javët e fundit, duke arritur nivelet më të larta që nga fillimi i konfliktit të muajit shkurt, pasi arpushimi lejoi rihapjen graduale të kësaj rruge strategjike. Megjithatë, qarkullimi mbetet ende në nivelet normale për shkak të pasigurisë në rajon dhe rrezikut të incidenteve të reja. Lajmi ndikoi menjëherë edhe në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Çmimi i naftës u rrit me rreth 2% pas raportimeve për sulmin, por më pas humbi pjesën më të madhe të fitimeve, ndërsa tregtarët vijojnë të ndjekin me shqetësim zhvillimet në një nga korridoret më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Vala ekstreme e të nxehtit që ka përfshirë Evropën po prek rënd edhe arsimin. Ndërsa disa shkolla po improvizojnë me pishina, spërkatës ujë dhe akullore për të mbajtur freskët nxënësit, mirat e tjera kanë shkurtuar mësimin ose kanë mbyllur dyert për shkak të temperaturave rekord. Temperaturat ekstreme që kanë përfshirë Evropën po detyrojnë shkollat të marrin masa të pazakonta për të mbrojtur nxënësin nga vapa. Në një shkollë fillore pranë Londrës, fëmijët kalojnë pushime duke luajtur me spërkatës ujë, pishina të vogla dhe duke ngrënë akullore, ndërsa drejtuesit e shkollës përpiqen të krijojnë kushte sa më të sigurta gjatë orëve të mësimit. Drejtuesja e shkollës Katie Henley thotë se nxënësit nuk dalin jashtë në mesditë, kur temperaturat janë më të larta, ndërsa pushimet zhvillohen më herët dhe shoqërohen me aktivitete freskuese. Por jo të gjitha shkollat kanë mundësi të tilla. Rreth 1000 shkolla në Angli dhe Wales kanë mbyllur dyert ose kanë shkurtuar orarin mësimor, ndërsa në shumë të tjera prindrit kanë zgjedhur t'i mbajnë fëmijët në shtëpi për shkak të nxehtit ekstrem. Shumica e shkollave evropiane nuk janë të pajisura me sisteme kondicionimi, duke bërë që klasat të bëhen të paqëndrueshme gjatë orëve të pikut. Sindikata britanike e mësuesve ka bërë të ditur se disa arsimtarë kanë humbur ndjenjat gjatë zhvillimit të mësimit, pasi temperaturat arritën deri në 40 gradë Celsius. Ekspertët e arsimit theksojnë se shumë godina shkollore, sidomos ato të ndërtuara dekada apo shekuj më parë, nuk janë projektuar për temperatura kaq të larta. Ndërsa valet e të nxehtit po bëhen gjithnjë më të shpeshta si pasojë e ndryshimeve klimatike, autoritetet përballen me sfidën për të përshtatur infrastrukturën arsimore me kushtet e reja klimatike. Një projekt ligj izraelit që zgjeron kontrollin shtetëror mbi vendet arkeologjike në bregun perëndimor ka shkaktuar reagime të forta nga palestinezët dhe organizatat izraelite të drejtave të njerëzit. Kritiket paralajmërojnë se nisma mund të çojë në aneksim de facto të territoreve të pushtuara dhe në zgjerimin e vendbanimeve hebraike.
Një projekt ligji ri në Izrael po shkakton polemike të forta pasi kritiket e konsiderojnë atë një hap drejt aneksimit të mëtejshëm të territoreve palestineze në bregun perëndimor të pushtuar. Në qendër të debatit ndodhet siti antik i Sebastia, një nga zonat më të rëndësishme arkeologjike të rajonit, ku banorët palestinezë mbështeten prej vitesh të turizmi si burimi kryesor i të ardhurave. Projekt ligji parashikon zgjerimin e kompetencave të Ministrisë Izraelite të Trashëgimisë mbi vende të tilla historike. Palestinezët dhe organizata izraelite për të drejtat e njerëzit argumentojnë se kjo do t'i jap Izraelit kontroll civil mbi toka që sipas ligjit ndërkombëtar konsiderohen territore të pushtuara. Autoritetet palestineze në Sebastia thonë se plani nuk prek vetëm rrënojat historike, por edhe mira pemulliri, burime ujore dhe rrugë, duke rrezikuar jetesën e banorëve vendas. Ndërkohë, deputeti izraelit Zvi Sukot, një nga nismëmarrët e projekt ligjit, argumenton se ligji synon të mbrojë trashëgimin historike hebraike në atë që Izraeli e quan Judea dhe Samaria, emri biblik për bregun perëndimor. Edhe brenda Izraelit ka kundërshtime. Akademia Izraelite e Shkencave dhe Shkencave Humane u ka kërkuar autoriteteve që projekt ligji të tërhiqet, duke paralajmëruar se ai mund të dëmtojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Izraelit në fushën e arkeologjisë dhe kërkimit shkencor. Projekt ligji ka kaluar tashmë leximin e parë në parlamentin izraelit, por për të bërë ligj duhet të miratohet edhe në 2 votime të tjera. Nëse hyn në fuqi, ai pritet të intensifikojë debatet ndërkombëtare mbi statusin e bregut perëndimor dhe të shtojë tensionet mes izraelitëve dhe palestinezëve. Shirat e fuqishëm të sjell nga brezat periferik të tajfunit Mekala kanë shkaktuar përmbytje në Taipei dhe disa zona të jugut të Tajvanit. Edhe pse stuhia nuk pritet të prek drejt për drejt ishullin, rreshtet intensive kanë mbushur rrugët me ujë dhe kanë krijuar probleme për banorët dhe autoritetet. Tajvani është goditur nga rreshtet të dendura dhe përmbytje, ndërsa tajfuni Mekala kalon pranë ishullit në drejtim të Japonisë. Edhe pse stuhia nuk do të zbresë në tokë në Tajvan, brezat e saj periferik kanë sjellë shira të rrëmbyeshëm, veçanërisht në qytetin Kaohsiung dhe zonën Pingtung në jug të vendit. Në disa lagje, uji filloi të grumbullohej që në orët e para të mëngjesit. Banorët thanë se rreshtet e forta vazhduan për disa orë, duke shkaktuar përmbytje në rrugë dhe ambient të biznesi. Një pronar dyqani në distriktin Qishan të Kaohsiung tregoi se uji filloi të hynte rreth orës 4 të mëngjesit dhe u tërhoq përkohësisht kur shiu u dobësua. Por, sapo rreshtet e forta rifilluan, përmbytjet u kthyen përsëri. Në Pingtung, kanalet kulluese nuk arritën të përballonin sasinë e madhe të ujit që ra në një kohë të shkurtër. Disa automjete u bllokuan në rrugët e mbushura me ujë, ndërsa autoritetet lokale thanë se sistemi i drenazhimit nuk mund të përballonte intensitetin e rreshjeve. Deri tani nuk kanë raportuar viktima, por meteorologët paralajmërojnë se rreshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme. Autoritetet tajvaneze kanë ngritur gatishmërinë, duke monitoruar zonat me rrezik për rrëshqitje dhe përmbytje të reja. Korea e Jugut ka njoftuar një plan ambicioz për të forcuar aftësitë e saj ushtarake me dron, duke synuar trajnimin e 500.000 ushtarëve për përdorimin e tyre dhe shpërndarjen e 10 mijëra sistemeve pa pilot në një sit pranë kufirit me Korenë e Veriut. Programi përfshin gjithashtu armë kundër dronëve, sisteme me inteligjencë artificiale dhe municione fluturuese. Korea e Jugut po përshpejton transformimin e forcave të saj të armatosura, duke vendosur dronët në qendër të strategjisë së mbrojtjes përballë kërcënimeve nga Korea e Veriut. Ministri i Mbrojtjes An Gyu-bak bëri të ditur se qeveria do të trajnojë rreth 500.000 luftëtar të dronëve, me synimin që çdo ushtar të jetë në gjendje të përdorë një dron si një armë të dytë personale. Fillimisht, ushtria kishte planifikuar të prodhonte rreth 110.000 dron deri në vitin 2029. Por më pas e rishikoi objektivin në rreth 60.000 njësi, të cilat do të shpërndahen në forca toksore, detare dhe ajrore. Plani parashikon gjithashtu blerjen e më shumë se 20.000 dronëve me kosto të ulët për përdorim në misione luftarake, zhvillimin e sistemeve të inteligjencës artificiale që kontrollojnë grupe dronësh njëkohësisht, si edhe përdorimin e municioneve fluturuese që godasin objektivin dhe vetë shkatërrohen. Një tjetër pjesë e rëndësishme e programit është zgjerimi i mbrojtjes kundër dronëve, përmes armëve me lazer dhe sistemeve me mikroval me fuqi të lartë, të cilat synojnë neutralizimin e mjeteve ajrore pa pilot. Sipas autoriteteve koreano-jugore, përvoja e luftës në Ukrainë dhe konfliktet e fundit në lindjen e mesme
kanë treguar se dronët janë bërë një element vendimtar në fushën moderne të betejës. Në të njëjtën kohë, Seuli po përballet edhe me rënien e popullsisë dhe mungesën e personelit ushtarak. Ndaj automatizimi dhe sistemet pa pilot konsiderohen zgjidhje strategjike për të ruajtur aftësitë mbrojtëse të vendit. Qeveria australiane po shqyrton forcimin e ligjit që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale nga fëmijët nën 16 vjeç, pasi një studim i ri tregoi se masa ka pasur ndikim shumë të kufizuar. Kryeministri Anthony Albanese tha se ligji duhet të jetë mjaftueshëm i fortë për të rezistuar sfidave ligjore dhe për të zbatuar me efektivitet. Australia po shqyrton masa më të forta për zbatimin e ndalimit të rrjeteve sociale për fëmijët, pasi rezultatet e para tregojnë se ligji nuk ka arritur efektin e pritur. Ndalimi, i pari i këtij lloji në botë, hyn në fuqi 6 muaj më parë dhe u ndalon platformave si Instagram dhe YouTube të lejojnë hapjen e llogarive nga persona nën moshën 16 vjeç. Megjithatë, një studim i publikuar këtë javë në British Medical Journal zbuloi se rreth 85% e australianëve të moshës 12 deri në 15 vjeç vazhdojnë të përdorin rrjetet sociale dhe 3 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit. Studimi, i kryer me 408 adoleshentë, tregon se shumë prej tyre kanë anashkaluar kufizimet duke deklaruar një moshë të rreme gjatë regjistrimit në platformat online. Kryeministri Anthony Albanese deklaroi se qeveria do të rishikojë legjislacionin për të siguruar që ai është sa më i fortë dhe mund të rezistojë çdo sfidë ligjore. Sipas tij, shumica e prindërve australian mbështesin këtë ndalim, duke e konsideruar atë një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e fëmijëve në internet. Albanese shtoi se një nga prioritetet kryesore është forcimi i kompetencave të Komisionit Australian për Sigurinë Online, i cili mbikëqyr zbatimin e ligjit. Autoritetet janë duke përgatitur procedura ligjore ndaj platformave që nuk respektojnë rregullat, ndërsa gjovat për shkelësit mund të arrijnë deri në $34 milion australian. Qeveria nuk ka bërë ende të ditura masat konkrete që do të ndërmarrë, por ka theksuar se synimi është që ligji të zbatohet në mënyrën më efektive dhe të kufizojë realisht aksesin e fëmijëve në rrjetet sociale. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.